5 tetor 46, oficeri komandues, pra 17 ditë përpara incidentit, oficeri komandues i skuadrave të kryqëzorëve të flotës mbretërore luftarake ndetin Mesdhe, nënadmirali Harold Richard George Kinahan lëshoi urdhrin operativ me akronimin ZCU, që do të thotë Exercise Corfu, pra ushtrim në Korfus. Për oficerët komandues të kryqëzorëve Mauritius Leander, HMS Ocean, ose Ocean, do më thënë në Shqip, dhe komandantit të flotilës së tretë të anijeve mbrojtëse shkatërruese më 13 tetor 46, pra një javë para, 8 ditë para incidentit, ai lëshoi urdhrin operativ shtesë ZCU 1, do më thënë shtovi dhe diçka, ku urdhri operacional i parë pasoi një vendim politik për të provuar kundër veprimin e qeverisë shqiptare, që ishte njoftuar nëpërmjet shënimeve diplomatike se kryqëzorët e flotës mbretërore britanike Mauritius, HMS Mauritius dhe HMS Leander, si dhe anijet mbrojtëse shkatërruese HMS Saumarez dhe HMS Volej, do të kalonin nëpër korridorin Medrit të kanalit Korfuzit në 22 tetor 46. Dhe letrat e besimit arritën tek të dyja palët, pra i kishin dhe britanikët dhe shqiptarët.